334 shkolla në vend, pra rreth 1/4 institucioneve arsimore nuk kanë punonjës social apo psikolog. Raporti i kontrollit të lartë të shtetit referon problematika kryesisht në shkollat e zonave rurale, ku në një pjesë të mirë të tyre, shërbimi psikosocial mungon tërësisht. Edhe pse numri i psikologëve dhe punojësve social ka trend rritës gjatë periudhës 2014-2024, rezulton se për disa zyra vendore arsimore, si Finiq Dropull, shërbimi psikosocial mungon plotësisht, ndërsa në zona të tjera si Selenic dhe Tepelen me Maliaj, një punonjës i vetëm mbulon përkatësisht 18 dhe 14 shkolla. Raporti evidenton se numri më i lartë i shkollave të pambuluara janë të përqendruara kryesisht në jug të vendit dhe në zonat rurale, aty ku distanca nga qendrat urbane janë të mëdha, duke kufizuar aksesin në cilësinë e shërbimit për nxënësit në shumë shkolla. Edhe kushtet infrastrukturore mbeten problematike. Psikologët detyrohen të ofrojnë shërbim në ambientet që nuk janë të dedikuara, por ndahen me oficerët e sigurisë apo mjekët e shkollës, duke ndikuar negativisht në cilësinë e shërbimit. Raporti evidenton 4686 nxënës me aftësi ndryshe, të cilët nuk marrin asnjë mbështetje psikosociale. Kontrolli i lartë i shtetit rekomandon Ministerinë e Arsimit që në bashkëpunim me strukturat e varësisë të ndërmarrë një analizë të plot vlerësuese të shpërndarjes aktuale të punojësve të shërbimit psikosocial, si të zbatojë një plan ndërhyrje për mbulimin e zonave kritike, ku mungon ose është e kufizuar prania e shërbimit psikosocial.